Natyra ime janë muret dhe brenda 4 mureve kalon pjesa më e madhe e kohës. Edhe koha hikën gjithmonë më shpejt. Nuk e dia, ju e keni ndjerë ju këtë gjë. Çdo vit kalon më shpejt se sa viti paraardhës. Edhe kur kthen kokën mbrapa, mahnitesh që koha ka ikur e shpejt. Kjo është një histori, ngjitje, zbritje, shëshqitjesh, momente të caktuara ndihesh i rrëzuar, ka shumë presion, stres, ka momente dhimbje fizike, kur arrin në maj je vetëm. Dhe pavarësisht se sigurisht nuk je vetëm në kuptimin fizik të fjalës, sepse i ke disa njerëz, ke dikë që ke shumë afër, siç kam unë për shembull gjysmën time më të mirë. Në fund, kur duhet marrësh një vendim je vetëm, se ti do ta marrësh, ti do ta përballësh dhe ti do përballësh me pasojat ose me ato të papriturat që mund të sjellë një vendim. Patjetër që në moment caktuara mund të vit plasësh edhe në moment caktuara mund të ketë ardhur që të them. Por ajo që kam vënë re është që ajo lëre këtë punë është sipërfaqësore. Nuk vjen nga shumë thellë. Domethënë është një akumulim që të vjen një moment edhe thua, por që ta kem insistuese jo. Se në momentin kur fillon bëhet insistuese, atëherë ti duhet kuptosh që ka mbaruar zjarri. Dhe në momentin që zjarri ka mbaruar ose është duke ulur, aty në atë moment duhet të thuash, por mua zjarri nuk më ka dhënë shenja rënje. Dhe nga ana tjetër është eksperienca që fiton edhe dijet që merr të ndihmojnë shumë që të menaxhosh situatat me më pak konsum energjie dhe me më shumë efikasitet.